Dhurimi vullnetar I gjakut mbetet një nga mënyrat më të rëndësishme për të shpëtuar jetë njerëzish. Në Shkodër një rol të rëndësishëm në sigurimin e rezervave të gjakut po luan Dega Kryqi të Kuq, e cila organizon vazhdimisht seanca dhurimi dhe kontribut të veçantë në këto nisma, po japin të rinjt kryesisht studentët e Universitetit të Shkodrës. Dhurimi I gjakut është një projekt shumë I vështirë sepse jo të gjithë kanë informacionin e duhur, ne përpiqemi në maksimum të japim informacion, por është diçka që mbetet duke qenë dhurim vullnetar, është diçka që mbetet në dëshirën dhe në ndërgjegjjen e individëve që ofrohen. Normalisht është pak e vështirë, por të rinjt janë ata që thyen barrierat më lehtë dhe janë ata që ofrojnë më shumë për të dhuruar gjak. Në Spitalin Rajonal të Shkodrës nevoja për gjak mbetet e vazhdueshme. Në shumë raste dhuruesit më të shpesht janë familjarët e pacientëve, ndërkohë rezervat e gjakut që sigurohen përmes aktiviteteve të Kryqit të Kuq janë të destinuara kryesisht për pacientët që janë të vetmuar, duke u bërë kështu një ndihmë jetike për ta. Në spital kryesisht funksionon me dhurime nga familjarët dhe ka individ që nuk kanë familjar dhe ne aty përpiqemi se Kryqi I Kuq të mbështesim sa më shumë, sepse pikërisht ata që kanë më nevojë, ata që nuk kanë asgjë të flasin, kanë nevojë më shumë, jo vetëm për gjak, por edhe për mbështetje në gjitha aspektet. Për vitin 2026, Kryqi I Kuq në Shkodër synon rritjen e mëtejshme të numrit të dhuruesve përmes fushatave të zgjeruara të ndërgjegjësimit, të cilat do të shtrihen në institucione arsimore, komunitete dhe grupe të ndryshme shoqërore, me synimin për të forcuar kulturën e dhurimit vullnetar të gjakut.